Të nderuar shikuesi, përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kjo fundjavë në pikën e kalimit kufitar të KKV-s ka rritur fluksin e qytetarëve të cilët jetojnë e punojnë në Greqi, por kanë zgjedhur të kthehen në vendlindje për të festuar Pashkën. Gjatë 24 orëve të fundit, nga kjo pikë kufitare, lëvizja në të dy anët e kufirit ka kapur shifrat e 12.436 shtetasve. Avioturizmi është rrisja e sezonit të verës për Gjirokastrën, ndërsa turistët tashmë preferojnë të fluturojnë me avion të vegjël në drejtim të qytetit të Gurtë. Këtë të shtunë në aerodromin e qytetit të Gurtë është ulur avioni i parë nga bari i Italisë, që është pritur nga venecianët, të cilët po punojnë për zhvillimin e turizmit në qytetin e UNESCO-s. Në Gjirokastër u promovua libri me poezi Lotot e Qiririt i autorit Petrit Beqiri, një vepër letrare që përmbledh elegji të ndjera për persona të larguar nga jeta, mes miqsh, poetësh dhe dashamirës të letërsisë. Autori ndau ndjesitë e tij më të thella, ku çdo varg transmeton dhimbje, kujtim dhe reflektim, një botim i veçantë që prek shpirtin dhe ndërton ura ndjeshmërie me lexuesin. Studentët e Universitetit të Arteve Tiranë elektrizuan skenën e teatrit Zihni Sako me tingujt e 10 fisarmonikave. Ishte interpretimi i parë i këtij lloji nga kompozitorët më me emër në botë. Ky aktivitet vjen si pjesë e bashkëpunimit periodik mes Universitetit të Arteve në Tiranë dhe Shkollës së Muzikës Fejim Ibrahimi në Gjirokastër. Ju njohim tani më gjërësisht, kjo fundjavë në pikën e kalimit kufitar të KKV-s ka rritur fluksin e qytetarëve, të cilët jetojnë e punojnë në Greqi, por që kanë zgjedhur të kthehen në vendlindje për të festuar Pashkën. Gjatë 24 orëve të fundit nga kjo pikë kufitare, lëvizja në të dy anët e kufirit ka kapur shifrën e 12.436 shtetasve, ndërkohë që për të shmangur radhët e pritjes, Pala Shqiptare punon me 7 sportele, 4 në hyrje e 3 në dalje, ndërsa ajo greke 2 në hyrje dhe 2 në dalje. Në doganën e KKV-s në këto ditë të Pashkëve vazhdon lëvizja në të dy anët e kufirit me Greqinë. Mëngjesi i kësaj të shtune ka qenë i qetë dhe para të gjata pritjeje, ndërsa qytetarët vijojnë të udhëtojnë drejt Shqipërisë për të kaluar festat pranë familjarëve të tyre, por edhe në drejtim të shtetit grek për të shkuar pranë të afërmve dhe familjarëve të cilët nuk kanë mundur që të kthehen për shkak të punës. Procesi i kalimit kufitar po vijon normalisht me procedura të përshpejtuara nga autoritetet për të shmangur vonesat. Dhe shkojmë për të festuar Pashkën. Keni shumë që prisin në radhë? Jo, sa po erdhëm. Mendoni se do kaloni shpejt? Shumë shpejt, besoj. Keni shumë që prisin në radhë? Jo, ja. Sa erdhëm, ja. S'ka shumë. Si duket situata? Mendoni se do kaloni shpejt? Shumë. Mendojmë se do kalojmë mirë. Do shkojmë në Athinë për të festuar Pashkën. Keni shumë që prisin në radhë? Jo. Mendoj se do kaloj shpejt, nuk shikoj shumë trafik. Çdo gjë në rregull. Sipas të dhënave, gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë në KKV kanë përpunuar 12.436 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 8.194 në hyrje dhe 4.242 në dalje. Gjithashtu i lartë është edhe numri automjeteve që lëvizin në kufi, ku gjatë 24 orëve të fundit kanë lëvizur 3.667 mjete në hyrje dalje, nga të cilët 2.594 në hyrje dhe 1.073 në dalje. Kandidatët për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit kanë vijuar takimet me elektoratin. Drejtuesja politike e PS për qarkun e Gjirokastrës, Mirela Kumbaro, ishte në përmet, ndërsa kandidati Tërmet Peçi zhvilloi takime me biznesin Fason. Takime ka zhvilluar edhe kreu i Partisë Demokratike për Shqipërinë, Salim
që jam këtu para jush me një status të veçantë kandidate për deputete e Partisë Socialiste për qark prej Gjirokastrës dhe vajzë e Përmetit dhe Kërcyrës. Unë kërkoj mbështetjen tuaj si vajzë e Përmetit, si vajzë ku ju do të keni një krah ku të mbështeteni, do të keni një derë ku të trokisni. Jemi politika, jemi zoni i një populli, nuk kështrohemi nga Afrika. Në Europë me merit, jo me drama politike, s'po trokas mos i mik. Aq shumë e dua Përmetin, sa që shumë në Tiranë kujtojnë që unë jam përmetare. Se thonë, nuk ka mundësi të flasësh tërkohën Përmeti. Po ku ka më të ëmbël se Përmeti? Partia Socialiste funksionon si një skuadër, pjesë të cilës jeni gjithë ju brezi që e keni mbështetur, themeluar, krijuar Partinë Socialiste në kora shumë të vështira. Bashk ja kemi dalë të tregojmë. Lagja me idenë në Përmet ishte ndalesa e radhës e takimeve të drejtueses politike të Partisë Socialiste Mirela Kumbaro. E shoqëruar edhe nga kandidatja e Partisë Socialiste Anila Dimitri, Kumbaro foli për programin Shqipëria 2030 dhe Përmetit 2030, që vjen me projekte të mëdha infrastrukturore siç që janë rruga Leskovik Çarçov Përmet te Pelen, rruga Ballaban Berat që shkurton me 1 orë distancën me Beratin, ura mbi Vjos që na çon direkt në Tepelen, duke shkurtuar rrugën me 40 minuta e të tjerë. Jam shumë e lumtur sot që jam në lagjen time. E them lagjen time sepse në fakt ashtu e ndjej veten. E ndjej veten si vajzë së kësaj lagje, sepse kam vajtur 33 vite këtu. Në datën 11 maj të votojmë numrin 5, të votojmë Partinë Socialiste si alternativa më e mirë për të siguruar pasaportën për fëmijët tanë, për familjet tona, për Shqipërinë 2030. Politika, jemi zoni i një populli, nuk kështrohemi nga Afrika. Në Europë me merit, jo me drama politike, s'po trokas mos i mik, trokas i zot shtëpie. Për mandatin e 4, qoftë rruga që lidh Leskovik Çarçov Përmet te Pelen, qoftë rruga Ballaban Berat që na çon për 1 orë në Berat, qoftë ura mbi Vjos para se të shkosh në Tepelen, që shmangim urën e Leklit, shmangim urën e Dragotit, e shkurton me 40 minuta dhe vim drejten Përmet për 2 orë nga Tirana. Të gjitha këto nuk janë thjesht premtime, nuk janë thjesht vizion, janë projekte të gatshme, të buxhetuara, të parashikuara në financat e mandatit të 4 për qarkun e Gjirokastrës dhe për Përmetin. Vota për ju që e kuptoni shumë mirë se çfarë ka ndodhur në Përmet në gjithë këto vite, fal Partisë Socialiste, fal qeverisjes Partisë Socialiste, fal Edi Ramës, duhet jetë jo thjesht një punë, është detyrim për fëmijët. Është detyrim për brezat. Ne jemi ekip, e tham, jemi skuadër, ne jemi nga të 5 kandidatët 2 gra. 5, si ai ylli me 5 cepa, si ato yjet e Bashkimit Evropian. Prandaj, vëmë në këtë punë shpirtin ton, zemrën ton, besimin e jashtëzakonshëm tek ju, besimin tek Partia Socialiste, besimin tek Edi Rama. Gratja më la. Se thashun, ja ku e thot zonja. Shumë faleminderit. Rof Përmeti, rofshin përmetarët, rof Partia Socialiste, numri 5 për Partinë Socialiste, dhe mbështetje për
Kandidati i Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër Tëmet Peçi zhvilloi një seri takimesh me punonjës të biznesit fason në Gjirokastër. Në bisedat me punonjës të këtyre fasonerive, Peçi risolli në vëmendje mbështetjen që qeveria Rama i ka dhënë këtij biznesi, që në të shkuarën ka qenë i diskredituar. Kandidati Peçi deklaroi angazhimin e socialistëve që në mandatin e 4 të qeverisjes, paga minimale për çdo punonjës të jetë 50.000 lekë të rinj. Unë kërkoj mbështetje thash dhe njerë Partisë Socialiste për Edi Ramën se fuqia dhe mbështetje partijës që kërkoj, por nesër dhe unë pa Partinë Socialiste dhe pa Edi Ramën nuk do të jem dot i zoti dhe jatë që çdo problematik, çdo kërkesë në rrugtimin tonë për bashkët të kem fuqi për të trokitur. Unë kërkoj mbështetje për të shërbyer të gjithë komunitetin. Kjo është ajo që kërkoj unë. Nuk kërkoj thjesht një mandat për të qenë atje punu, por kërkoj një mundësi, kërkoj një besim që sadopak vlerat e mia të kthehen në investim për të gjithë qarkun. Kandidati Peçi gjithashtu foli për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që do të thotë garanci absolute edhe për të drejtat tuaja si punëtor, garanci për ekonomi të qëndrueshme, punësim për shqiptarët për të patur mirëqenie të merituar për të gjithë shqiptarët. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi këtë të premte një vizitë me qytetarët e Krujës, ku takoi qytetarët e tregtarë të tregut artizan, teksa u prit me muzikë popullore. Berisha veshi një lek me simbolet kombëtare dhe vendosi në kokë një qeleshe. Era një tu takoj dhe tu siguroj se ne do bëjmë gjithçka për sukses më të madh tuaj. Do ulesojmë nga bara e mba për shembull energjia do jetë 6 lekë, jo 18. Uji do përgjysmohet, tarife e ujit. Kryedemokrati u prezantoi tregtarëve pikat kryesore të ofertës së tij politike, ndërsa u ndal tek problematikat ekonomike. Çdo fermer do të subvencionohet për çdo njësi prodhimi, për çdo kokë bagti, për çdo fidan të mbjellë. Ne do vendosim një minimum jetik 200 euro për çdo pensionist, për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo student, për çdo jetim, për çdo fëmijë të një gruaje kryefamiljare. Berisha vuri theksen veçanërisht tek rënja e euros. Sepse rënja e euros nga 1400 lekë që ishte në 90 lekë, është një rënje që këta i dëmton në mënyrë shumë thelbësore. Atëherë hapi i parë, 100 ditë të para, do krijohet një bord i cili do i kompensoj këta zotëri të nderuar qindark për qindark rënjën e euros. Berisha e konsideron ofertën e Partisë Demokratike si një platformë që fokusohet tek zhvillimi ekonomik përmes nxitjes së prodhimit vendas. Kandidat tan për deputet. Gjatë takimit elektoral në Kamës, kreu demokrat Sali Berisha sërish u ndal në programin ekonomik të koalicionit Shqipëria Madhështore, ku zotua se do të mbajë çdo premtim të dhënë. Si do rrisim pensionet dhe rrogat, që s'do ketë rrogë në 500 euro. Rroga mesatare do t'jetë 1200 euro. Rroga e mësuesit do bëhet 1500 euro. Si do i rrisim? Do i kthejmë parat që marrim prej jush, do i kthejmë tek ju. Si që rriti gjatë këtyre 12 viteve pensionet qeveria Malizzi nga 138 euro në 450 euro. U shumohet fondi pensioneve, jo më jo, gënjeshtër ato. Nuk shumohet fondi pensioneve. Por çdo qeveri merr nga buxheti dhe i vendos te fondi e pensioneve. Si rriti pa 4 muaj Albin Kurti 20% pensionet. Mori 100 milion euro nga buxheti dhe i vendosin fondin e pensioneve. Kurse ky që mund të vesh çdo epitet thot se bjem në humner dhe nga shuma 8 miliard euro buxhet pati pa shpirtësinë
të ndaj për pensionistët 16 milion. Unë ja fjalë në nderit se dhe 600 milion do të ndajen dhe pensionet do bën ato që them. Berisha hodhi akuzën dhe kryeministit Edi Rama dhe përfaqësuesve lokal të majorancës duke i përmendur stilin e jetesës dhe përfitimet që sipas tij bëhen në kurriz të qytetarëve shqiptar. Nga Ministri e Shtetësisë, nga Dilma Nushi. Kryeministi Edi Rama, i cili deklaron se do të fitojë zgjedhjet e 11 majit, kryedemokrati Sali Berisha i thosë se fitimtar absolut i kësaj gare është koalicioni për Shqipërinë madhështore. Sipas manipulimeve që ka, dhe ai beson gënjeshtrat dhe manipulimet e tyre. Sondazhet tona tregojnë se në zgjedhje të lira fitimtar absolut është Partia Demokratike dhe me zgjedhje të lira Partia e Krimit kthehet në 92-shin. Këtë reagim Berisha e bëri në distancë pasi si kundër thotë Rama, refuzon debatin publik me të, një praktik që thotë kreu demokrat është aplikuar që në zgjedhjet e para pluraliste në vend. Kryeministri aktual ka kodin e mafjes, është padrinu. Ai dhe Kim Jong-un janë të vetmit kryeministër në botë s'pranojnë asnjë pyetje nga asnjë gazetar se nuk takohen me ta. Ai po zbaton haptas kodin e omertas. Më herët Berisha bashkëbisedoi me prodhuesit e bimëve medicinale, të cilëve ju kërkoi votbesim të programit të opozitës për të zhvilluar këtë sektor. Nuk ka shqipruar njërë fjalën shërbel, po ka shqipruar me qindra e mijëra herë fjalën kanabis. I ka mbet shpirtin drogë të ziut. Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për 0 tarifa, me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet dhe ne me 0 tarifa dhe ju të përfitoni. Por të supozojmë se qeveria amerikane për arsye të veta nuk adapton këtë, ne do kompensojmë ju plotësisht tarifin e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni. Berisha tha se po do synon për këtë sektor subvencione nga qeveria për të gjithë procesin, si kundër lehtësi logjistike për industrinë e përpunimit. Avioturizmi është risia e sezonit të verës për Gjirokastrën, ndërsa turistët tashmë preferojnë të fluturojnë me avion të vegjël në drejtim të qytetit të Gurt. Këtë të shtunë, në aerodromin e qytetit të Gurt është ulur avioni i parë nga bari i Italisë, që është pritur nga venecianët, të cilët po punojnë për zhvillimin e turizmit në qytetin e UNESCO-s. Këtë të shtunë, në aerodromin e Gjirokastrës u ul një avion turistik me fluturim direkt nga bari Itali. Ky moment shënon nisjen e sezonit të ri të avioturizmit për vitin 2025. Piloti këtij fluturimi është vetë presidenti i Aero Club Bari, i cili erdhi së bashku me një grup turistësh italian për të zbuluar bukuritë e Gjirokastrës. Udhëtimi na shkoi mjaft mirë, fal edhe motit fantastik që na shoqëroi përgjatë gjithë fluturimit. Shijuam peizazhin e Vlorës, të Pelenës dhe sigurisht të Gjirokastrës, që është një qytet mjaft i veçantë dhe i bukur. Pista është në parametra tepër të konsiderueshme, por ajo që do të dëshironim do të ishte lehtësia në përpilimin e dokumentacioneve në një kohë sa më të shkurtër. Kjo do të sillte më shumë vizitor nga ajri dhe Italia në qytetin tuaj. Për mua kjo është hera e dytë që vi në Gjirokastër dhe sërish ndihemi mrekulluar, kjo edhe për kujtimet e bukura që kam në këtë qytet. Në aerodrom ishin të pranishëm edhe turistë të tjerë italian, të cilët po punojnë në projekte konkrete për promovimin dhe zhvillimin e turizmit në Gjirokastër. Është hera e parë që vi në Gjirokastër. Ajo që pash nga ajri do e cilësoja si një mrekulli. Do të vizitojmë qytetin dhe zonën historike, pasi kam dëgjuar shumë për të. Jemi 5 miq që kemi ardhur nga Italia dhe do të qëndrojmë këtu deri ditën e martë. Ky është avioni i parë me fluturim ndërkombëtar turistik për këtë vit dhe përfaqëson një hap të madh për zhvillimin e turizmit ajror në jug të Shqipërisë. Pashkët e para viteve 50 apo 60 të shekullit të kaluar në Dropull shoqëroheshin edhe me shpërndarjen e djathit të njohur tek banorët. Ky rit po zhvillohet akoma edhe sot në familjet dropullite. Në Dropull po kultivojnë me rigorozitet rritet e traditat e javës së madhe të Pashkëve.
Natyrisht, dreka tradicionale e Pashkëve finalizon predikimin e traditës duke simbolizuar mirësinë dhe lumturinë familjare. Në vitet e kaluara Pashka gjithmonë festohej. Me mish të pjekur, me djathin e njomë, që i bënin prindërit tanë, edhe vezë të kuqe edhe kullura që i themi. Në familje Dropullujt poruhet akoma arriti djathit të njom, duke risjell në kujtes Pashkët e viteve 50-60, por edhe më parë. Shpërndanin djathin e njom në të tërë familjet që ishin duke festuar familje. Lidheshin lartë në manastir dhe gëzonin me saze, me këngë, me bukë të mirë, me djath të njomë, me vezët e kuqe. Gjithsesi, një kontribut të veçantë për kultivimin e traditës në Dropull, po japin edhe shoqatat kulturore që ushtrojnë aktivitet në këtë njësi vendore. Banorët e Dropullit presin të afërmit e tyre për të kthyer në vendlindje për të festuar së bashku Pashkën. Megjithatë, një pjesë e banorëve të moshuar janë larguar drejt Greqisë për të festuar me fëmijët e tyre që jetojnë aty. Kremtimi i Pashkëve ortodokse shoqërohet me rijetëzimin e përkohshëm të fshatrave të Dropullit. Pothuajse 2/3 e banorëve jetojnë në emigracion dhe shfrytëzojnë festat fetare për të bashkuar me të afërmit e tyre në vendlindje. Dilema e madhe e banorëve rezident në Bashkinë e Dropullit, por edhe të emigrantëve që janë në Greqi, është ku do t'i kalojnë Pashkët, ditën e diel, në vendlindje apo aty që janë në emigracion. Le të marrim tani mendimet e kryeinspektorit policisë bashkiake në Bashkinë e Dropullit, por edhe të banorëve të zonës për këtë fakt. Si çdo vit, javën e madhe fluksi ka qenë gjithmonë në rritje dhe këtë vit kanë filluar të vinë shumë nga banorët e bashkisë sonë për të kaluar Pashkët, javën e madhe dhe Pashkët. Shumica vinë këtu, po ka edhe nga ta persona mosha tretë, sidomos që i marrin fëmijët e tyre në Greqi. Ata që mund të vinë, do të vinë. Ata që janë me punë dhe janë shumë largë, nuk mund të vinë. Kurse prindërit, ata që janë në gjendje shkojnë, gjejnë djemtë, kurse ata që janë plek shumë, nuk mund të ikin dhe të festojnë bashkë. Prandaj kanë merak për djemtë e tyre dhe për familjet e tyre që gjenden larg. Me sa shikoj, me sa flas me të rinjt ose me njerëzit që kemi në Greqi, po pak vinë, shumë pak do vinë. Ledhe në fshatin tim, sa dëgjova, një pakisë e vogël do vi me shë. Ka raste që prindërit e këtyre emigrantëve detyrojnë që të ikin në Greqi? Ka dhe raste të tilla, bile nga fshati im, kanë ikur shumë veta që kanë ikur në Greqi të fëmijët e tyre. Gjithsesi, nga përvoja e viteve të kaluara, emigrantët preferojnë festat dhe pushimet e muajit gusht për të kthyer në vendlindje. Në Gjirokastër u promovua libri me poezi Lotët e Qiririt i autorit Petrit Beqiri, një vepër letrare që përmbledh elegjit të ndjera për persona të larguar nga jeta, mes mish poetësh dhe dashamirës të letërsisë. Autori ndjau ndjesit e tij më të thella, ku çdo varg transmeton dhimbje, kujtim dhe reflektim, një botim i veçantë që prek shpirtin dhe ndërton ura ndjeshmërie me lexuesin. Në një atmosferë mes miqsh poetësh dhe dashamirës të letërsisë, u zhvillua në Gjirokastër promovimi i librit Motori me poezi nga autori Petrit Beqiri, me titullin Lotët e Qiririt. Veprat poetike të këtij botimi janë elegjit të ndjera, të cilat i kushtohen personave të larguar nga jeta. I vetmi titull i tyre është njeriu, që më grishi në momentin që kam dëgjuar largimin e tyre nga jeta, pa marrë parasysh se kujt komuniteti i përkiste, apo pa u nisur fare nga profesionet apo detyrat që kanë bërë, që nga njeriu më i thjeshtë dhe deri tek artisti, doktori, profesori. Poezia ime nuk përzgjedh, por do thoshja personazhi ma ka përzgjedhur poezinë time. Me këtë libër, sikur kam hapur një parcel të veçantë në qiellin e poezisë time, duke ngritur varoshe ku poezia është epitafi i shkruar nga unë që mban firmën time. Faqosja është emocionuese për nga detajet e gjithsecilit, pa
diferenca në përmasa, por thjesht janë ata që flasin me gjuhën e zikuve. Çdo varg i librit transmeton dhimbjen, mungesën dhe ndjesitë e thella që përshkojnë shpirtin e autorit, duke bërë që lexuesi të përjetojë përmes fjalës së shkruar, jo vetëm dhimbjen personale, por edhe një reflektim të përbashkët njerëzor. Të pranishmit ndan mendimet dhe përjetimet e tyre për veprën dhe për autorin. Unë mendoj që ky vëllim poetik është krejt i veçantë, është unik dhe i pandeshur në letërsi. Nuk ka një vëllim të ngjashëm në të gjithë letërsinë botërore. Dhe këtë vëllim me poezi, po dhe në të gjithë krijimtarin e Petrit Beqirit, unë kam ndeshur gjithmonë pak naiv, pak asdren dhe pak askush por atësi. Dhe ky është një kompliment i madh për autorin, sepse të kesh të tretur brenda ADN-s tënde, brenda psikikës letrare, brenda psikologjisë së krijimit, ta tre poetë të mëdhenj, sigurisht që produkti do të jetë një produkt shumë i mirë. Libri i ri i poetit edhe mikut ton Petrit Beqiri është rezultati i punës, i pasionit, i përkushtimit edhe i ndjeshmërisë të një autori që e njeh mirë fuqinë e fjalës, edhe di ta shkruaj atë jo vetëm me mendje, por edhe me zemër. Poeti Petrit Beqiri më besoi parathënien e këtij libri të veçantë në llojin e vet. Kënaqësi dhe përgjegjësi njëkohësisht. Kënaqësi të jesh përquesi krimtarisë tip poetike, por edhe përgjegjësi nga që ky është një libër me një tematikë të veçantë, homazh për të ikurit, të afër, miq, njerëz të zakonshëm, të njohur rastësisht. Ky botim vjen si një dëshmi e fuqisë së kujtesës dhe ndjenjes së humbjes, duke e bërë Lotët e Qiririt një vepër të veçantë në letërsinë e sotme shqiptare. Studentët e Universitetit të Arteve Tiranë elektrizuan skenën e teatrit Zihni Sako me tingujt e 10 fisarmonikave. Ishte interpretimi i parë i këtij lloji nga kompozitorët më me emër në botë. Ky aktivitet vjen si bashkëpunim periodik mes Universitetit të Arteve në Tiranë dhe Shkollës së Muzikës Feim Ibrahimi në Gjirokastër. Magjia e tingujve të 10 fizarmonikave pushtoi skenën e teatrit Zihni Sako në Gjirokastër. Për herë të parë në këtë skenë u interpretuan vepra të muzikës së dhomës vetëm për fizarmonik nga studentët e Universitetit të Arteve në Tiranë. Se do jetë një tur koncertesh në të gjithë shkollat e mesme artistike të vendit dhe ne zgjodhëm jo rastësisht Gjirokastër, sepse Gjirokastër është një qytet me shumë kulturë, me një kulturë të thellë do të thosha, dhe ne nuk e kemi zgjedhur rastësisht, pra na e donim atë energjinë e Gjirokastrës dhe koncertet do të ketë një nën titull, të themi, domethënë udhtimi i fizarmonikës. Një koncert i tillë përbën një përvojë të veçantë dhe emocionale, thekson Ndriçim Kuka, mësues muzike pranë Shkollës Feim Ibrahimi Gjirokastër. Unë përfaqësoj shkollën Feim Ibrahimi, bashkë me nxënësit mirëpritëm Akademinë e Arteve, Fakultetin e Muzikës dhe degën e fizarmonikës. Unë jam ish nxënësi i pedagogut Elton Balla dhe Rand Kurani dhe ndjeva një kënaqësi të veçantë që performova bashkë me ta. Veçanta ishte sepse nga zemërgjësia dhe dashuria e madhe që kanë për instrumentin e fizarmonikës, pedagogu im, dy pedagogët e mi kanë menduar një tur në të gjithë qytetet e Shqipërisë dhe qyteti i parë ishte qyteti i Gjirokastrës. Ky aktivitet vjen si pjesë e bashkëpunimit periodik mes Universitetit të Arteve në Tiranë dhe Shkollës së Muzikës Feim Ibrahimi në Gjirokastër, duke krijuar ura mes institucioneve arsimore dhe komunitetit artistik lokal. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë më takofshim shikim të këndshëm të programeve në vazhdim.